Përshëndetje të nderuar qytetar. Çajiri është bërë një vend i rrezikshëm për të jetuar dhe për të rritur për fëmijë. Përveç kaosit urban, betonizimit dhe papastërtisë gjithandej, tashmë i kemi edhe kabllot elektrike të rëna për tokë, të cilat e kërcënojnë drejt për drejt jetën e qytetarëve e veçanërisht jetën e fëmijëve. Kjo situatë është rezultati drejt për drejt i neglizhencës së kryetarit të komunës, Visar Ganiut, i cili në vend që të kujdeset për sigurinë e banorëve, ka zhdukur çdo ndjenjë përgjegjësie dhe llogaridhënie që ka ndaj tyre. Qytetarët tashmë atë po e kërkojnë tek njerëzit e humbur, për shkak se ai dhe klika që e kontrollon atë e kanë shndruar Çajirin në një komunë të pamenaxhueshme përmes korrupsionit masiv dhe shpërfilljes totale që kanë ndaj problemeve të përditshme të qytetarëve. Kërcënimi i jetës së fëmijëve është një vije kuqe, andaj kërkojmë menjëherë të ndërhyjnë institucione kompetente dhe të parandalojnë një tragjedi të mundshme, njëkohësisht të mbajnë edhe përgjegjës të gjithë ata persona që e kanë lejuar këtë gjendje alarmante. Bashkimi Demokratik për Integrim do të vazhdojë që të denoncojë këtë papërgjegjshmëri dhe të mbrojë të drejtat dhe të sigurojë çdo qytetar të komunës së Çajirit. Ju falenderoj.